Përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish bashkarisht me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të analizuar dhe për të ndarë ngjarjet më të fundit. Këtë herë do të ndalojmë tek Ferma VIP, një nga formatet më të komentuara të këtij viti, një nga formatet më të ndjekura dhe një nga formatet që kanë ngritur një pikpyetje tek publiku shqiptar se kush do të jenë finalistët dhe çfarë do të ndodhë sonte në Ferm. Unë gjatë ditës së sotme bëra një përmbledhje të ngjarjeve, ka patur ngjarje me dinamika shumë të forta, për shembull zënka që ishte mes Ilirit, Mimozës dhe Bujakës, përfshirë këtu pak edhe emrin e Zhakut, do me thënë ka ngritur një shqetësim të madh te publiku se deri ku mund të shkon inati për lojë. Do me thënë Iliri ka hyrë vonë në shtëpinë e Fermës, ka një fotografi se çfarë po ndodh jashtë, ka një fotografi se çfarë dashurie dhe respekti ka fituar Mimoza dhe po mundohet që të bëj balancën që Mimozën ta nxjerrë nga vetja që Mimoza të bëj gabimin. Me thënë të drejtën unë këtë shoh. Nuk shoh tjetër gjë përpos dëshirës së madhe të Ilirit vetëm e vetëm për ta bërë Mozën gabimtare. Çmimi është akoma 180.000 euro. Do me thënë luftojnë për 200.000 euro. Pyetja që më shtrohet edhe në Instagram, më vinë shumë mesazhe duke më pyetur Tiron si mendon ti? A mendon që Agaj do të rikthej çmimin 200.000 euro? Unë mendoj që po, pa marrë parasysh strategjisë së lojës, pa marrë parasysh dënimeve që janë dhënë, unë mendoj që Agaj ka fituar këto lekët dhe do të jetë koherent në fjalën e dhënë kundër drejt fermerëve për çmimin e premtuar për në Ferma VIP dhe jam shumë i sigurt që në asnjë mënyrë nuk do të luaj me asnjë lloj ndjenje kundër drejt fermerëve të tij. Tani, sonte jemi në prajmin e radhës, do me thënë edhe shumë pak prajme drejt përfundimit të spektaklit. Pyetja e parë është si do të përzgjidhen finalistët. A do të kemi një televotim të hapur për finalistin e parë? A do të kemi përjashtime sonte? A do të kemi ndëshkime për gjuhën e përdorur nga ana e Ilirit? I bindur jam që do të kemi debat, do të kemi diskutim, do me thënë një pjesë e mirë e kohës do të fokusohet tek Iliri dhe tek Mimoza për ngjarje të ndodhura brenda në Ferm, për dinamika të ndodhura brenda në Ferm, por nuk do të kemi përjashtime, sepse unë e shoh Ilirin edhe Mozën të dy në podin final. Do me thënë Ilirin, Mimozën e shoh në podin final sepse janë dy pole të kundërta dhe zakonisht nga dy pole të kundërt funksionon ky lloj formati. Do të shoh një Mimozë e cila është e prekur shumë nga fjalët e thëna të Ilirit, sepse më vjen shumë keq që është e dyta herë radhazi që Mimozën e prekin në identitetin e saj dhe unë mendoj që nëse dëshiron që ta ofendosh shumë rënd një artist në stadin e Mimozës, në nivelin e Mimozës, urdhëro preke në gjën më të shenjtë që ajo ka në identitet, në gjën më të çmuar. Dhe në këtë rast, do me thënë u shoh një Mimoza e cila sonte do të plas. Nëse herën e kaluar u mundua që ta arsyeton Ilirin, do me thënë ta normalizon çështjen, sepse Iliri duheshte në lojë, Mimoza shpeshherë thonte që unë preferoj e pëlqej Ilirin si njeri, mendoj që sonte do mundohet që të tregohet Mimoza e vërtet, sepse dhe ajo e kupton që jashtë ndoshta po lexohet keq. Por nga ana tjetër, Mimoza ka krijuar një afrimitet të mirë me Zhakun, do me thënë Zhaku i qetësoi punët, Kostana është në grupin e Mimozës, janë ndarë këto dy grupe që tashmë luftojnë me njëri tjetrin. Për finalistin e parë, jam shumë i bindur që produksioni nuk do ta humbën shansin, me patjetër që finalisti i parë do zgjidhet nga televotimi i hapur. Tani nëse pyetet se kush është finalisti i parë, nga ajo që po ndodhen jashtë, nga dashuria e madhe që Mimoza ka jashtë,
nuk e vë fare në dyshim që finalisti i parë në këtë format duhet të jetë Mimoza Ahmeti. Por duke njohur që produksioni mund të bëjë gjithçka, atëherë do me thënë mund të shkojmë me Ilirin për finalistin e parë, që mos e heqin nga shtëpia por ta çojnë direkt në finale, sepse nëse Iliri nuk shkon që në javën e parë, besoj që do ta ketë shumë më të vështirë për të shkuar në javët e tjera në luftën e madhe të votimeve që do të bëhen. Dhe për ta bërë lojën sa më interesante, për ta bërë dinamikën sa më interesante, mendoj që Mimoza nuk do të jetë finalistja e parë, por do të jetë Ilir Shaqiri finalisti i parë, se ka qenë edhe shumë i përkëdhelur nga ana e produksionit. Do të thënë sonte nuk ma merr mendja që do të ketë një televotim për finalistin, sonte thjesht do të kemi një një përjashtim apo eliminim thënë nga televotimi hapur nga shtëpia e fermës, dhe mund të ketë edhe një televotim të dytë brenda spektaklit pasi që afrohemi drejt javëve të fundit, sepse prajmi i fundit është prajmi final, atëherë do të thënë nënkupton që kemi dhe 3 prajme të plota për të përzgjedh 5 finalistët, por edhe për të nxjerr nga shtëpia pjesën tjetër të mbetur, që në të vërtetë nuk është një numër shumë i madh i banorëve që kanë mbetur. Me 2 banor minus, do të thënë mund të zgjedhim edhe finalistët apo me 3 banor minus, që për mendimin tim në finalen e madhe shkon me padyshim Mimoza Ahmeti, sepse ka qenë kryefjala e këtij formati, do me thënë i ka dhënë ngjyra këtij formati, ka dhënë jetë këtij formati, ka dhënë botë këtij formati. Po të mos të ishte Mimoza, nuk do të ishte ferma në stadin të cilin është, nuk do të kishte ferma të gjithë këtë shikueshmëri, që në natën e parë Mimoza e ka bërë lojën dhe që në natën e parë Mimoza e ka vulosur fitoren dhe në asnjë mënyrë nuk dyshoj që do të jetë ajo fituesja. Finalisti i dytë për mendimin tim është Ilir Shaqiri, do me thënë Iliri do të jetë në finale, sepse ka qenë poli i kundërt i Mimozës, deri në fund të produksionit do ta mbaj këtë shkallën e ndërtuar. Finalisti i tretë do të jetë Sara, me patjetër, sepse Sara ka qenë shumë e përkëdhelur, ka qenë shumë e suportuar nga produksioni dhe e shoh që është në finale. Finalistin e katërt, me thënë të drejtën, e shoh Romirin, nuk ma merr mendja që do ta heqin Romirin nga kombinimi i finale, sepse është një artist dhe ka një peshë të madhe, dhe finalisten e pestë në këtë mes e shoh Soni Malaj. Do të jetë një luftë e madhe, sepse nga ana e grupit të Mimozës unë e shoh vetëm Mimozën në finale, ndërsa nga ana e grupit të Ilirit shoh një grup goxha më të gjerë në finale, dhe mendoj që do të ketë dinamika të forta dhe interesante edhe gjatë javës në finale, por gjithsesi ne do t'i ndjekim dhe do t'i komentojmë reshtazia të se çfarë do të ndodhë. Kjo është analiza ime, mendoj që sonte do të ketë më së shumti debate dhe diskutime, por jo penalitete, por njëkohësisht mund të ketë 2 eliminime brenda një nate që nuk vinë nga një zarf i Agajit, por vinë nga strategjia e lojës dhe vendimin që Agaji ka marrë.